Një përfaqësi e banorëve të fshatit Bakseriull kanë zhvilluar këtë martë një takim me kryebashkiakun e Shkodrës Benet Beci. Një nga përfaqësuesit e banorëve prek Molla u shpreh se kryebashkiaku Beci u ka thënë se nuk kishte asnjë kompetencë. Me thënë drejtën, kryetari i bashkisë na priti shumë mirë, e falenderoj për prezencën e tij që pranoi që të jemi ne prezent dhe të konsumojmë ato problemet që ne kemi në lidhje me çështjen e pronësisë. Ai nuk kishte asnjë lloj kompetencet dhe unë tha e kam zero kompetencë për këtë territorin timin. Është tha e padrejt, e kuptohet që është e padrejt, por ligji është bërë i tillë që mi kanë heqë gjithë kompetencat, jo vetëm mua si kryetar bashkie i rrethit Shkodër, por ja kanë heqë gjithë territorit bregdetar që nga Saranda deri në Shkodër. Kompetenca ime e vetmja është tha që të informoj se çfarë pozicioni kam unë lidhje me lejen e ndërtimit. Ju të na bëni një kërkesë me shkrim se çfarë kërkoni nga unë dhe unë t'ja u jap të gjithë përgjigjen sipas informacionit që kam unë këtu. Por unë e di që informacioni i tij është zero për arsye sepse që në fillim kompetencat e mia janë zero dhe unë nuk pres që ai të na jap një përgjigje pozitive për sa i përket asaj që kërkoj unë, sepse më së pari thash për dëgjesën publike dhe tha nuk është kompetencë e bashkisë. Atëherë, nëse edhe dëgjesa publike qenë ka kompetencë e Edi Ramës, nuk e kuptoj këtë. Unë e di se kompetenca për një dëgjesë publike është e Shkodrës, e bashkisë Shkodër. Megjithatë edhe këtë kompetencë ja ka heqë. Molla paralajmëroi se banorët do shkojnë para ambasadës të Bashkimit Evropian dhe SBA. Për sa i përket ministrisë ose kryeministrit, nuk presim as edhe një shpresë, sepse ka pas kohë të na dëgjoj prej gjitha këtyre ditëve dhe ka pas situatën sa shumë e acerrume. Ne do të shkojmë deri para ambasadave të Bashkimit Evropian dhe asaj kryesore që është kryesuar të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku atje do t'i dorëzohna Shtetet e Bashkuara të Amerikës o të na merrni me vete këtu gjithë fshatarëve dhe na hupni dhe na çoni në Palestinë, ose na lini të jetojmë në tokat tona. Me këtë qëllim, me këtë parull do të shkojmë drejt ambasadave. Na largoni prej këtu ose do vritemi. Pra, do i themi Shteteve të Bashkuara të Amerikës, na merrni me vete, na çoni jo në Amerikë, por në Palestinë. Pra, sepse duan që të na largojnë prej aty. Me qenë se duan të na largojnë aty, vetëm te ambasada amerikane kam shpresën dhe te ambasadat e huaja, ato sidomos ato europiane. Prej më shumë se një javë, banorët e fshatit Bakseriull në Velipoj janë në protestë kundër ndërtimit të një resorti turistik në atë zonë.